Largimi masiv I banorëve në fshatra ka patur pasoja të rënda kudo. Të gjithë sektorët janë prekur, përfshirë edhe biznesin e vogël. Kadri Koxha nga fshati Gjorisë së Poshtme në Bashkim Bulqis ka me qera një ambient bar kafe, por sipas tij vitet e fundit largimi I banorëve ka qenë masiv, duke bërë që të mos ketë njeri kush të shkojë për të pirë një kafe. Koxha shton se politikat jo të mira të ndjekura në dekadën e fundit kanë detyruar masivisht banorët të lënë vendin e tyre, duke I kthyer fshatrat në të shkret. Kjo lokalin unë e kom bërë me qirat vllajtim, edhe e paguj qirat mujore. Unë tash jam prak pensionit. Nuk me një korrik del në pension. I kom derdhë, I kom bo. Kam punu 5 vite në minjerë, 8 vite bonifikim, nuk kam dalë I shtetit fare, kom hi me pension kooperative. Këtu para 4-5 vitesh, 10 vitesh, këtu ka vlot e veni, nga njerëzit, nga fëmija, kështë qef të shosh fëmijët, e lagjes. Tash s'ka. 4 kafe kom dhanë sot. 4 kafe qarë dhe bëj. Qiraja nuk paguhet, drita nuk paguhet. Ekspresi non stop. Bosh lokali jasë që shikon. As ti preson, 4 vet. Ju, një përpare edhe ju që pitë kafe, edhe stop. Ekspresi non stop 24 orë nesë. Të gjitha detyrimet. As ti sen nuk le pa paguj. Edhe urdhoni ku ka shku veni janë. Në kushtet në të cilat ndodhet aktualisht biznesi I tij, Kadriu thotë se do të detyrohet ta lërë pas një korrikut.